nxitur pak nga diskutimet e parafolësve nga opozita, deshta t'ja u përkujtoj që ardha e këtij projekt ligji në Kuvend Kosovës sot nuk është një rresi, po është rezultat i diskutimeve që ndoshta me vite kanë zgjatur. Prej kohës së 2019-s, prej kohës së pandemisë, kur për herë të parë është shkaktuar destabilizimi i tregut si rezultat i çrregullimit të zinxhirit furnizues në nivel global, qeveria e Kosovës padrejtisht është vënë në kryq të opozitës duke akuzuar si shkaktare inflacionit në Kosovë. Dhe jemi akuzuar vazhdimisht që kemi mungesë të alternativës apo mungesë të përgjigjes për kësaj situate. Përgjigja jonë për këtë ka qenë ky projekt ligj. Dhe tash që ka po shoh nga diskutimet e kolegëve është bukur shumë e kanë zbut zonin sa i përket projekt ligjit për çmimet tavan, sepse që në thelb edhe PDK-ja edhe LDK-ja kategorikisht ka qenë kundër me arsyetimin se po e ndryshon karakterin e tregut të lirë në Kosovë. Pra shfaqje e hapur e hipokrizisë kjo sot kjo që ka ndodhi në Kuvendin e Kosovës. Mandej kolegu Eman, me të vërtet mund pëlqej shumë fjalimi, unë pajtona shumë atë që tha. Edhe është të vërtet edhe më herët e ke ngrit këtë çështjen e haraqit që plotësisht pajtohem që disa operatorë të mëdhenj ekonomike ja bojnë bizneseve dhe prodhuesit veçil. Dhe që unë e kam një kërkesë mbi teje, a e mundesh ti si deputet në kuadër grupit parlamentar të PDK-s me marrë një iniciativë ligjore, me marrë bekimin më së pari të PDK-s kundër këtyre oligarkëve me pru Kuvend Kosovës, edhe unë po punoj me deputet të lëvizjes dhe vendosës me miratu që atë ligj. S'mundesh, atë pse? Sepse që ata operatorë ekonomik që po i qesin haraq bizneseve të vogla janë financues dhe donatorë të kryesorës Partisë Demokratike të Kosovës. A mundesh me pru çat projekt ligj u votën teme e ki i pari? S'mundesh. Nuk mundesh. Tjetra, kur ndodhe pastaj recesioni si rezultati pandemisë COVID-19, patëm luftën në Ukrainë. Pas kësaj, patëm këto zhvillimet e fundit që ndodhen në lindjen e mesme.